Kuvendi është mbledhur sot në seancën e tij të radhës, ku është shoqëruar me debate të forta për sa i përket çështjes së reformës në drejtësi, një ditë pas refuzimit të propozimit më të ri bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për reformën. Deputeti socialist Ben Blushi ka thënë sot se reforma në drejtësi është drejt dështimit të plotë. Kuvendi është mbledhur sot në seancën e tij të radhës, ku po shoqërohet me debate të forta sa i përket çështjes së reformës në drejtësi, një ditë pas refuzimit të propozimit të ri të bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për reformën. Deputeti socialist Ben Blushi ka thënë sot se reforma në drejtësi është drejt dështimit të plotë, pasi palët politike nuk kanë gjetur ende një konsensus për të votuar këtë reformë, që për shqiptarët është shumë e domosdoshme. Faturën për këtë dështim Ben Blushi ka lënë kreu të demokratëve Lulzim Basha dhe atij të socialistëve Edi Rama, që nuk e kanë aftësinë të bien dakord me njëri tjetrin. Reforma dështon pasi Luli dhe Edi nuk kanë aftësi që të merren vesh me njëri tjetrin, tha ai. Blushi ka thënë se pasojat e këtyre veprimeve do t'i paguajnë qytetarët shqiptar, të cilët si ndërkombëtarët po i përçmojnë politikanët, duke shprehur neverinë ndaj tyre. Jemi më larg se ç'mund ta kishim parashikuar nga mundësia e një kompromisi për reformën drejtësi. Jemi më larg se ç'ishim para një viti e gjysmë kur ajo filloi. Jemi më larg se ç'ishim para një muaji. Më larg se ç'ishim para një jave, më larg se ç'ishim para një dite, edhe më larg se ç'ishim para një ore, për fat të keq. Me sa duket reforma në drejtësi është shumë afër dështimit. Çështja është që kush janë pasojat e kësaj sot? Ka një mosbesim më të madh, ka një përçmim kam përshtypjen. Edhe nuk kam dilemë ta përdor fjalën përçmim nga komuniteti ndërkombëtar. Se sa aftësi ka kjo klasë politike për të zgjidhur një çështje jetike për Shqipërinë. Dhe sigurisht ka neveri nga shqiptarët për një klasë politike e cila nuk ka mundësi të marrë vendim që në fund fare i lehtëson cilësinë e jetës qytetarëve të Republikës së Shqipërisë.